Moderatorja bukuroshe Kiara Tito ka ndarë me ndjekësit e saj 2 foto të reja nga prapaskenat e spektaklit të së dielës, ku ajo shkëlqen çdo javë në emisionin e humorit Portokalli. Siç dihet tashmë, Kiara është bërë pjesë e pandashme e këtij formati dhe me prezencën e saj elegante, tërheqëse dhe gjithmonë të kuruar deri në detaj, ka fituar zemrat e publikut shqiptar që nga dalja e parë në këtë show të madh televiziv. Në fotot e publikuara së fundmi, moderatorja shfaqet me një fustan të shkurtër në ngjyrë roz të lehtë, i cili thekson linjat e saj trupore dhe sjell një ndjesi të freskët dhe rinore. Detajet në pjesën e përparme të fustanit me forma të vogla fjongosh i japin një pamje të veçantë dhe një stil të rafinuar që kombinon thjeshtësinë me finesën në mënyrën më të bukur të mundshme. Kiara ka zgjedhur të mbajë flokët drejt dhe të lëshuara, ndërsa vëmendjen e merr padyshim buzëqeshja e saj, që duket më e ndritshme se kurrë. Ajo shkëlqen në çdo hap që hedh dhe përçon vetbesim dhe hiheshi me çdo postë të saj. Pamja është plotësuar me një palë sandale të hapura të kombinuara me fustanin, duke i dhënë një prekje delikate dhe të sofistikuar këtij luku që po komentohet pafund në rrjet. Fansat e saj kanë reaguar menjëherë me komente të shumta ku e komplimentojnë për pamjen, stilin dhe gjithçka që ajo përfaqëson në skenën televizive. Për shumë vajza ajo është kthyer në një model frymëzimi, duke treguar se thjeshtësia dhe klasi mund të shkojnë bashkë dhe të krijojnë një imazh që lë mbresa. Kiara Tito po e fiton për ditë e më shumë publikun me hijeshin, profesionalizmin dhe buzëqeshjen e saj që rrëmben zemrat e të gjithëve. Prezenca e saj në Portokalli ka sjell një frymë të re pozitive dhe moderne dhe ajo po konfirmohet gjithnjë e më shumë si një ndër emrat më të suksesshëm dhe më të dashur të ekranit shqiptar.